Toma duhet vizitohet në psikiatri dhe pastaj unë mund t'japi përgjigje juve për halucinacionet e Tomës. Faleminderit. Kësaj deklarate nga Lezhë të Ilir Metës i është përgjigjur me një deklaratë të gjatë Tom Doshi, i cili thotë se akuzat për halucinacione janë një refren që e përdorin në rëndom shumë qeveritar për t'u larguar së vërtetës. Por sipas tij, e vërteta, faktet dhe provat janë të bollshme për të konkluduar për një komplot të mirëmenduar për vrasjen e 2 deputetëve. Në reagimin e tij, Tom Doshi, teksa zbardh edhe detaje nga bisedat mes tij dhe Ilir Metës, ngre pyetjet pse kryetari i kuvendit nuk pranon përfshirjen e hetuesve të huaj për akuzat që janë bërë, përse e mohon njohjen me Fatjon Skënderaj, kur ka pranuar se ka qenë vetëm një herë për darkë në lokalin Viva, në praninë të Nart Kokos, pse e mohon lidhjen e ngushtë të Monika Kryemadhit dhe Fatjon Skënderaj gjatë gjithë këtyre viteve kur figurojnë qindra telefonata mes tyre, pse e mohon takimin me Mark Froku në zyrën e tij në kuvent dhe ofertën që i ka bërë atij për fshehje së vërtetës. Doshi shpreh keqardhjen për mbështetjen që Partia Socialiste po i jep Ilir Metës, i cili sipas tij ka marrë peng qeverinë e mazhorancës. Ai thotë se institucionet e shtetit që drejtohen nga kjo mazhorancë politike janë të gjitha në funksion të fshehjes të së vërtetës apo bërjen qesharake të këtyre akuzave për të mbrojtur një kriminal që nuk mund të drejtojë pas kësaj kuvendin e Shqipërisë. Të martën deputeti i Shkodrës u paraqit për të 7ën herë në prokurori, ku qëndroi të paktën 2 orë. Prokuroria ka material të bollshëm tash për me punu. Qa është e rëndësishme për ju dhe për opinionin, është sepse ngjarja është e vërtet dhe gjatë rrugës e gjatë hetimeve gjithçka do të zbardhet. Ka të dhëna se Doshi u ka dorëzuar prokurorëve korrespondencën që ka patur me mesazhe në celular me deputetin Mark Froku, i cili sipas Doshit ka qenë personi që e ka vënë në dieni për organizimin e atentatit ndaj tij dhe njerëzit që ndiqnin lëvizjet e tij. Doshi po ashtu i është drejtuar me një kërkesë prokurorisë së krimeve të rënda që të administrojë si provë filmimet e aeroportit të Hanoverit që tregojnë mbërritjen e Spartak Brahos në datën 6 mars në Gjermani, shoqërimi i tij nga Nart Koka, si edhe pritje në aeroport nga ana e një personi me emrin Landi, që thuhet se është vëllai i Fatjon Skënderit, me të cilin Braho do të takojë.